Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, i qojmë salavat dhe selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, po e nisim pra këtë ders me një seri të ligjeratave që e kemi emërtu erdhi një njeri, që i referohemi haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë këtë kontekst. Me një fjalë vëllezër të nderuar, fillimisht po duam me nda një përjetim me juve në përgjithësi. Ju të gjithë e dini se hadithi është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurani është fjala e Zotit i zbritur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E dini dallimin. Hadithi është ajo që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalë të veta, për arsye dhe fjala e tij është shpallje, nuk ka fol pej vetes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhreshëm për të thotë: "Wa ma yantiqu anil hawa." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk fol prej epshit vet, çka don vet ai. Po fjala e tij është udhëzim prej Allahut të madhreshëm. Prandaj edhe për këtë shkak edhe shpesha e hadithit tek ehli sunneti tek ne është në rang që vjen me njëherë mas Kuranit, për arsye se vlera e tij faktikisht hadithi, gjithsesi suneti është përkthimi i praktik i fjalëve të Allahut Kuranit famlar në përgjithësi. Mirë po, e veçanta e hadithit qëndron në faktin vëllezër të nderuar se krahas fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në transmetim shpesh herë në shumicën e rasteve apo në shumë raste përcillet edhe ngjarja se si është zhvillu ajo, apo rrethanat në të cilat është thonë ai hadith e kështu me radhë. Në gjuhën arabe në terminologji i thonë sababu wurudil hadith, që nëse përkthim shqip po themi arsyeja apo shkaku i thanjes atij hadithi. A e keni parasysh? Kjo është domosdoshmë shkencë që analizohet pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thënë atë hadith, atë ngjarje. Atë ngjarje e ka thënë pra atë hadith. Prandaj mu për veti personalisht më ka bë përshtypje që në fillim kur jam njoftu me gjuhën arabe edhe kum fillu me lexu hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shpesh herë më kanë bë përshtypje edhe përshkrimi i ngjarjeve. Pra jo vetëm hadithi, po gjithashtu edhe përshkrimi i ngjarjeve, për arsye se kjo krahas diturisë dhe njohurisë që po e merr në një formë po futesh sikur po t'jap në mendjen tonë një përshkrim skenik, vizual, se cilin prej neve, se qysh ka ndodhur ajo ngjarje, se çka ka bë, përshkruhet ku ka qëndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qysh e ka pas dorën, qysh e ka ngrit dorën, fytyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çehra e tij kur është bë, kur e ka thonë i përshkruajnë sahabët në formë përpikt, domthonë edhe këtu ngjarje konkrete që neve na jep faktikisht me e përjetu atë ngjarje, ndoshta edhe sikur me qenë ne aty. Prandaj kjo është ajo veçantia e kësaj, e ajo që ka më shumti më bën përshtypje vëllezër të nderuar në këto hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë edhe këto hadithe që janë një numër i haditheve që kanë filluar kështu: erdhi një njeri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose në hadith ka ardhur ja rajulun, erdhi një burr. Po ka raste që ka ardhur një gru, ka raste madje edhe fëmijë që ka ardhur dhe ka është ndërlidh situata dhe rrethana me fëmijën. Prandaj këto ngjarje janë me rëndësi, edhe unë përzgjedhja jame në këtë seri të ligjëratave që do t'i bëjmë gjatë muajit Ramazanit, pra gjatë 30 ditëve, pra çdo ditë Ramazanit do ta shpjegojmë një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ndërlidhet me këtë skenë, nëse mund ta quajmë ashtu. Erdhi një njeri, erdhi një burr, edhe ja ka shtruar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam disa pyetje, e ato përgjigje pejgamberike faktikisht janë gjëra që na hyjnë neve shumë punë, edhe na kalisin edhe karakterin ton, edhe na mësojnë për gjëra shumë të rëndësishme. Për arsye se vëllezër të nderuar, është shumë interesant, pra krahas kësaj gjallërie që ta jap
ky përshkrim, domethënë ta jep sikur me kanë mrenda në ngjarje, edhe me kanë ulën, edhe ti me kanë pjesëmarrës në atë që e kanë pas sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në durët e tij, në shpjegimin e tij, në mënyrën se si e ka thënë e kështu me radhë, krahas kësaj, gjithashtu pra në një forma tjetër sikur se bëhemi dëshmitar të asaj ngjarjeje, po në anën tjetër, vëllezër të nderuar, e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kemi përmendur në shumë raste, prej karaktereve të tij ishte gjawami'ul kelim. U'tiya gjawami'ul kelim, që nëse përkthejmë shqip, domthonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i Madhërisht ja ka dhënë atë mundësinë që me pak fjalë me kallëzu shumë. Prandaj e shohim në përshkrimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dobi të shumta për secilin prej neve. Prandaj pyetja na mundet me kanë shumë e thjeshtë, një fjali. Domthonë një pyetje e thjeshtë, mirë, po kur e sqaron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë shumë dobi që na hyn neve në jetën tonë të përditshme. Prandaj edhe për këtë shkak e kam bërë këtë përzgjedhje, për arsye se faktikisht janë dobi që vërtet na kryejn punë edhe na hyn do thot në përditshmërinë tonë në përgjithësi. Pastaj prej gjërave që vërtet është interesante në këto hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jaa rajulun ila an-nabi, ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo një burr te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qëndron edhe në faktin se këta njerëz që vinin edhe pyetnin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, disa prej tyre pyetnin pyetje që kishin të bëjnë me bazat e fesë, akide, çish me besu, ashtu që do ta shohim në përgjithësi. Disa pyetje tjera ishin hallet njerëzve, telashe tyne, i ka ndodhur një telashe që ashtu që do ta shohim në rastet që do t'i përmendim, edhe prej dertit kanë nxituar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi gjithë zgjidhjes, çish më apo, s'po din çish më apo, edhe e bën dert me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për një telashe të vetën personale, e që faktikisht edhe neve na hyn punë, për arsye se dertet e dikujt tjetër mundet me qenë edhe dertet tona, apo pastaj mundet me qenë edhe interesante se kanë bojnë edhe me karakterin e njerit. Edhe qysh e pyesin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për gjëra që ka të bëjnë me natyrshmërinë e tij, sikurse ai rasti që e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe bënëm këshillon diçka për veten tam, që i ka thënë mos u hidhro, mos u hidhno më herë për çdo send. Pra ka të bëjnë me karakterin e tij. E ka njoft pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe këtu tash vjen edhe një çështje shumë interesante që ndoshta duhet me e potencu, qysh do ta shohim në disa rrethana, nganjëherë kur ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të njëjtin pyetje, pra ja kanë bërë disa njerëz, përgjigjet nuk kanë qenë njëjta. Dikujt i ka thonë ndryshe nga dikush tjetër. Pse? Domthonë menjëherë me thonë, a ka dallim? Po, dallon, për arsye se varet në çfarë rrethane është bë pyetja, edhe kush pe bën atë pyetje. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka njoft njerëzit. Edhe kur ka pyet për një dert ose për një rrethon, nuk është kjo për çështje të fesë bazike, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka këshilluar për një sen që e ka pa në përditshmërinë e tij që aty ka kusure, që aty ka mangësi. Edhe ka këshilluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që aty me forcu veten e tij. Dikon tjetër në diçka tjetër. E kështu me radhë, pra varësisht prej telashes apo prej personalitetit njerit, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë përgjigjen për me plotësu atë mangësi që mundet me pas ai njeri që po e pyet. Prandaj edhe neve këto shumë na bëjnë, do thotë na kryjnë punë edhe na hyjnë në përditshmërinë tonë, për shkak se janë të rëndësishme për me plotësu veten tonë për ato gjëra edhe mangësitë të cilat i kemi. Edhe prej gjërave që ndoshta është e rëndësishme me e kuptu edhe atë që vërtet e shohim se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pavarësisht çfarë situate ka qenë. Ka pas raste ka qenë i ulur në xhami, ka pas raste ka qenë në rrugë, ka pas raste ka qenë në situata të ndryshme, edhe ka ardhur njëri e ka pyet. Pavarësisht çfarë situate, edhe kjo, edhe halli i tij, derti i tij ka pas mundësi me qenë shumë i madh, ka të bëjë me bazat e fesë, po diçka shumë ose edhe diçka shumë e thjeshtë, megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka gjin. Pra, halli pavarësisht ka qenë i vogël apo i madh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka gjetë do thot përgjigjen, edhe është marrë me të.
nuk ka thonë ajt mos më lë se kjo çka është kjo pyetje e kështu me radhë, pra për secilin ka qenë i gatshëm. Për arsye se ky ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka qenë vend emanetin me cilën është ngarkuar nga Allahu i Madhreshëm, Zoti i plotfuqishëm, që me përcjell prej atyre gjërave që kanë nevojë njerëzit për çfarë do rrethana dhe për çfarë do situate. Prandaj ka dhënë shpjegime edhe të aspektit fesë, bazike, të akides, edhe aspektit fikut, edhe aspektit derteve të njerëzve, karakterit tyre që është me përmirësu moralin e tyre në përgjithësi, pra për çdo situatë, për çdo rrethon ka qenë i gatshëm. Edhe ka qenë në gjendje për me gjetë zgjidhje të njerëzve në përgjithësi. Pastaj kjo edhe një sen po du me e përmend që është shumë interesante, ajo është se Enesi, një nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përmend thot kur ishëm me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe vinte dikush i huaj, se zakonisht këta që vinin me pyet, shumica e tyre kanë qenë njerëz që s'kan banuar me Medinë, kanë qenë larg edhe kanë ardhur me vet, ka pas një dert edhe ka ardhur. Ka pas banorëve të Medinës, por shumica kanë qenë jashtë. Edhe Enesi, shoku i ngushtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot kur vinte dikush me vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që so pyetje, gëzoheshim. Pse gëzoheshim? Për arsye se është një ajet në surën Al-Hujurat, Zoti i Madhreshëm thot ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ajeti vazhdon, pra Allah i Madhreshëm po i qorton në një formë sahabët, thot o ju besimtar, dhe direkt ka të bëjë me ata që e shoqërojnë me pejgamberin, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po i thot Allah i Madhreshëm atyre mos e ngritni zanin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur doni me vet, mos bëni zhurmë, do me respekt, edhe për arsye se ky është i zgjedhur i njerëzimit. Edhe sahabët këtë ajet Allah i Madhreshëm e kanë marrë nivelin më të lartë. Prandaj edhe nguronin me vet gjithçka. Ju vike që mos po futen në këtë ndalesë, edhe na zën mallkimi i Zotit, nuk guxojshin, pra prej respektit të madh, nuk guxojshin me pyet gjithçka. E keni parasysh. E kur vinte një i huaj prej jashtit, edhe pyeste, gëzoheshin se thoshin tash, domethënë që ato dertet tona ka mundësi që ky e vet diçka që neve na vjen marrë, na vjen do thotë mos respekt ndaj tij, e ky i huaj zakonisht ata kanë qenë njerëz beduin e keni parasysh, kanë qenë ata njerëz që nuk kanë banuar në qytete, kanë banuar në tenda, në vende të larta, nuk kanë pas ndaj kulturë që me urujt, me di çapo ka vetë gjithçka. Domethënë nuk ka pas marrë, nuk ka pas me rujt mos po preket. Domethënë çaj ka pas derdhën e ka qit pe vetës. E kjo ka kriju që edhe përgjigje me kanë për gjana që ndoshta sahabëve ju ka ardhur rënd me vetë që mos me u fut në këtë kategorinë atyre njerëzve që Allah i Madhreshëm i ka qortu, mos me ngrit zanin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe pyetjet e këtilla i gëzonin sahabët. Prandaj edhe për neve janë të rëndësishme, për arsye se janë pyetje që gjithsesi ndërlidhen me përditshmërinë tonë, ndërlidhen me jetën tonë praktike që kena nevojë me i ditë, edhe ajo çka është e rëndësishme shpesh herë, kajherë njëri është e rëndësishme edhe me ditë me vetë, se kur s'din me vetë, edhe kjo është problem. Tani qysh me ditë, domthonjë kur s'din me vetë, që shtojnë gjysma e përgjigjes është me kom pyetje e drejtë, nëse ti pyetjen e bën mirë, atëherë kjo është gjysma e përgjigjes. Gjysma tjetër është ajo çfarë artikulohet. Prandaj është e rëndësishme dhe këtë e përfitojmë, për shkak se këtu po du me e përmbyll me një ngjarje, me një rast e keni dëgjuar ndoshta edhe më herët, se mënyra që shpyet njëri e krijon edhe shpeshherë na posaçish në kohën bashkëkohore është bë trend, njerëzit nuk pyesin për me ditë, për me mësu, po pyesin ndoshta edhe për me provoku, pyesin për me bë fitne, për me nxit përçarje, pyesin edhe për me zon kes ndoshta hoxhën apo atjetrin në për oda në përsane, pyet diçka, nuk ka qëllimi me përfitu, me mësu, po qëllimi është me zon ngusht ose me kallëzu veten që din ose prandaj e rëndësishme edhe ajo që duhet me pas parasysh vëllezër të nderuar besimtari është me pyet për ato gjana që vërtet i ki dert edhe don me mësu edhe
të kryjnë punë për diçminin tënde. Me një rast tregohet Omeri radiallahu ta'ala, Abdullah ibn Omeri, një sahabi i njohur, ka ardhur një njeri prej Irakut. Iraku pe dini ku është sot, keni dëgju, e keni parasysh, ka ardhur prej Iraku në Medine, edhe ka pyet pejgamberin, këtë Omerin, sahabi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Omerin, edhe i ka thonë, o ti sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka bëhet me gjakun e mushkonjes? A e keni parasysh, tash mushkonjen kur të myt në trup aku, e qet një farë gjaku, apo? A e keni parasysh, një farë gjaku e qet, tash pe vetë për qatë gjakun, thot, a është ndytësir, apo s'është ndytësir? Edhe Abdullah ibn Omeri e shikon, thot, i ka e tjetë, thot, ajo me Irakut. Në më kjo sen shumë dytësore, shumë tretësore, qashtje, që, thot, ju, ti, thot, po më vetë për gjakun e mushkonjes, a ju në Irak, kur ka shku Husejni, nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë thirrë në Irak, në një rrethon, në një situatë, edhe kur ka shku atje, nuk i kanë dhënë mbrojtje, edhe ju e keni parasysh, kjo është domosdoshmë një histori e gjatë, tash po du me u ndal, e kanë myt Husejnin, nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë myt në një konflikt që kanë ndodhur aty. E këta nuk i kanë dalë me mbrojt nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me pështu, po janë tërhek. Edhe kanë myt nipin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ra shahid në atë vend. Edhe thot ti po më vetë për gjakun e mushkonjes, atje e keni qu poshtë gjakun e nipit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe s'keni ba kur gjo. Me një fjalë, po vetë për gjana dytësore, tretësore që s'janë shumë hiç fare më rëndësi, e keni anashkalu ata që kanë shumë e rëndësishme, ajo ka qenë pra gjaku i nipit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk i keni ndalë mbrojtje, edhe për shkak tërheqjes juaj është shkaktu që ai me ra shahid edhe me myt njerëzit fitnegjit në një rrethon edhe në një situatë që ka ndodhur. Pra ky qortim e përmenda këtë qortim që ndërlidhet me këtë ngjarje historike për me e kuptuar që vërtet ka herë na vesëm për dososane shumë e stërhollën a gjana të rëndësishme që kanë bojnë me përditshmërinë tonë, me gjana të farzit, vazhibit që duhet patjetër mi bë, ato nuk i dim edhe s'ja u dim rëndësinë edhe nuk vesen për to që duhet me i ditë. Prandaj kjo është e rëndësishme edhe shumë e domosdoshme me pas parasysh, edhe kjo është ajo që ka na mëson edhe këtu hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njerëzit kanë vetë për gjana që i ka prekupu, edhe që ju ka hyrë punë e jo për gjana që kanë bojnë me teologji të përgjithshme, me gjana që teorike e jo me ato gjana që ndërlidhen me përditshmërinë tonë në përgjithësi. Pastaj edhe me këtë, pra ndoshta e zgjata pak, po du me e përmbyll, tregohet me një rast për arsye se edhe njëri që shpyt, që shtan pak më herët, tregon edhe personalitetin e njerit, kush është. Me një rast Ebu Hanifja, imami jon, e keni parasysh, o konë të dhonë ders, ligjerat në një xhami, edhe e ka pas kamën e ka pas një dhimë kamë, një smuj ka pas në kamë, edhe ka qëndru ullën, pa zakonisht, kur o konë me talebet e vetë, o konë ma i lirë. E keni parasysh, kur është me njerëz që ditë për ditë e përcjellin, është ma i lirë, edhe në biseda, edhe në menet, nuk ka net, e ka shtri kamën. Mirë po në atë ditë, që ka ndodhë, kur është ullë, ka hi një njeri i veshun, o dokë si kur me konë një hoxh i madhë. Do me qalme, me gjybe, me sen, edhe kur është ullë para ti, Ebu Hanifja ka pas respektash, me shtri kamën para ati, ka thonë, është në mon një farë mos respekti, ja? Edhe ka qëndru ashtu, edhe ka tregu, ka shpjegu, edhe njerëzit e kanë vetë, edhe kanë qenë situata, ka disa forma, një për hiqajeteve që përmendet është se e kanë vetë për Ramazanin e Bajramin e kur i bjene, dëmon që to regula, që to dispozita, edhe qaj që jo kontash, që kjo e ka menu Ebu Hanifja që kjo Bajagini Alamet Alimi është i djetari, ka thonë, hoqë unë e kam një pyetje, edhe kjo thot, hajde urna, të këshyrëm tash që do me pyet kjo, thot, e qka me ba me ra Bajrami në Ramazan? Qa me ba nëse i bjen Bajrami në Ramazan? E thot, nëse i bjen Bajrami në Ramazan, atëre une më ka ardhë koha me shtri kamën. Se
domethënë ti nuk të ka kësha që është pas na paramenu ty në alemet hoxhe i madh që me pas respekt para teje, mos me shtri kamën, po mas e bane këtë pyetje e kallëzove që une po më isha me shtri kamën se nuk të ka kësha pe aty në kategorive që e kum paramenu se je. E kjo po e përmeni këtë ngjarje kajhere edhe mënyra që shpyt njeri e kupton edhe nivelin e ti, domethënë të dituris, apo të njohuris, apo të gjanav në përgjithësi. Prandaj, vërtet të gjitha këtu që i përmenëm vëllezër të nderuar, do t'i mësojmë nga këtu hadithe që do t'i shpjegojmë, pra çdo ditë një hadith përveç ditëve të xhuma që e kemi përmend, për arsye se ditën e xhuma është hutbja e xumas, do ta shtyjmë, pra çdo ditë i bjen 30 ditë Ramazanit, mja hek xhumat, prafërsisht do t'i shpjegojmë 26 hadithe ose 25 hadithe, ka ma shumë, po na do të bëjmë përzgjedhjet e tyre ato që janë më të rëndësishme, e inshallah me lejen Allahut takohem dersin e radhës, pra nesër është e xuma, pas nesër wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ju shpërblet.